Horoskopi ditor e hënë 8 dhjetor 2025. Dashi. Do të ndjeni shumë mirë pranë partnerit tuaj sot dhe marrëdhënia në çift ka për të qenë e jashtëzakonshme. Do të vendosni së bashku t'i lini pas krahve një herë mirë problemet e së shkuarës. Beqarët duhet t'i shprehin lirshëm ndjenjat dhe nuk kanë për t'u penduar në asnjë çast. Gjendja e financave do të konsolidohet tejmase. Shfrytëzojeni rastin për të bërë investime të nevojshme. Demi. Jeta juaj në çift do të jetë gjatë gjithë kohës së mbrojtur sot. Do të keni një komunikim shumë të mirë me partnerin dhe nuk do t'ju lind asnjë mosmarrveshje. Beqarët do e kenë shumë të thjeshtë të bëjnë për vete personin që pëlqejnë dhe gjithçka do t'ju ndryshojë një herë për gjithmonë. Buxhetin do të dini ta organizoni në çdo moment dhe gjendja do të vazhdojë të mbetet e qëndrueshme. Binjakët. Duhet të bëni të pamundurën sot që të ruani klimën harmonike në jetën tuaj në çift. Shumë persona do të mundohen të prishin planet, por ju nuk duhet t'i lini fushë të lirë. Beqarët nuk do të jenë as pak më humor për të ndryshuar statusin e tyre dhe mund të mbyllen në vetvete. Në planin financiar do të vazhdojë të mbizotërojë ekuilibri, kështu që mund të kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Gaforia. Reflektoni disa herë përpara se të veproni sot ju të dashuruarit sepse po gabuat, asgjë nuk ka për të qenë si më parë. Beqarët do të kenë një ditë të veçantë. Ata do të realizojnë takime fantastike dhe e gjithë jeta do t'ju marrë një tjetër drejtim. Financa do t'i keni vetë në dorë. Po shpenzuat pa u menduar mund të keni dhe tronditje të forta. Bëni kujdes. Luani. Do t'i qëndroni gjatë gjithë kohës besnik partnerit tuaj gjatë kësaj dite edhe pse në disa momente tundimi mund të jetë shumë i fortë. Ai do e vlerësoj këtë gjë dhe do të mundohet t'u plotësoj qefin me sa të mundet. Beqarët do të jenë impulsiv dhe ka rrezik të hedhin hapa të gabuar. Buxheti gjithashtu do të lërë për të dëshiruar. Tregoni të kujdesshëm në çdo moment që të mos keni probleme serioze. Virgjëresha. Ditë euforike ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Në çdo moment keni për t'u ndier mirë dhe me fat që keni partneri në krah. Beqarët do t'i kalojnë të gjitha pengesat që ju kishin dalë përpara dhe më në fund do e bëjnë për vete personin që pëlqejnë. Buxheti nuk do t'jetë ashtu si ju keni dëshiruar megjithatë. Me një menaxhim të mirë gjendja mund të përmirësohet. Peshorja. Bëni deklarata të forta sot ju të dashuruarit dhe përgatisni her pas here dhe surpriza për partnerin. Keni për të parë se si gjëra do të ndryshojnë me një herë për mirë. Beqarët do të jenë praktik dhe të përshtatshëm me çdo gjë që do t'ju afrohet. Ka shumë mundësi që disa të fillojnë edhe një lidhje serioze, ndërsa në planin financiar ka ardhur koha të merrni masa urgjente. Akrepi. Shtojeni dozat e fantazisë sot ju të dashuruarit pasi rutina mund të jetë tejetmbytse. Nëse dikush tjetër i ofron diçka më të bukur atij që keni në krah, ai edhe mund t'ju braktisë. Mos rrezikoni. Beqarët do të kenë ndryshime të shpeshta humori dhe as vetë nuk do të dinë se çfarë të bëjnë. Me financa do të jetë një ditë goxha e vështirë, kështu që duhet të merrni masa strikte. Shigjetari. Hyjet janë të pozicionuara shumë mirë në jetën tuaj në çift sot. Ato do të krijojnë kushtet e duhura që të dashuroheni pa dorashka gjatë gjithë kohës. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim breslënës. Do t'ju duhet të bëjnë edhe pak durim. Në planin financiar do të keni shumë fat. Gjendja do të përmirësohet aq shumë saqë mund të hiqni edhe disa para minjan. Bricjapi. Ka mundësi që t'ju dalin disa probleme sot juve që jeni në një lidhje dhe do të keni goxha debate me partnerin. Po nuk ja dole do t'i sqaroni, më mirë është të qëndroni pak kohë larg nga njëri tjetri dhe të reflektoni me kujdes. Beqarët do të jenë të pavëmendshëm dhe ka gjasa të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Në planin financiar gjendja do të përmirësohet ndjeshëm edhe për shkak të ndihmës së familjarëve. Ujori. Një ditë e mrekullueshme ka për të qenë kjo e sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të keni një marrëdhënie kaq të mirë me partnerin, saqë të gjithë do t'ju kenë zili dhe do ju adhurojnë. Beqarët do të lumturohen pa mas, pas takimeve interesante që do të realizojnë. Buxheti do të fillojë ngadalë të stabilizohet. Do të ndiheni dhe më të qetë kur të shpenzoni. Peshqit.
Do e mbroni jashtëzakonisht jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite dhe nuk do të lejoni për asnjë moment që dikush t'u prish harmoninë. Beqarët nuk do të jenë gati as për aventura dhe as për lidhje serioze. Ata do i refuzojnë një nga një të gjitha ftesat që do t'ju bëhen, ndërsa në planin financiar do të merrni disa shpërblime dhe gjendja do të fillojë dal ngadalë të stabilizohet.